Cila nga rrëfimet për ju personalisht është më e ndjeshmja? Sinqerisht, ngjyrat e jetës së këtyre grave kur i merr edhe me i lexu, e shet që është vështirë me i nda. Aga Polloni është shkrimtari i njohur që ka shkruar një pjesë të shkurtër të librit. Jetat e këtyre grave dhe mënyrën se si ka sjellun, ai ka vlerësuar si brum potencial për filma, se do të thotë jeta e tyre është film. Pastaj ka qenë roli jam për me i sjell edhe deri te lexuesi, kështu që është e pamundur për me i nda si cila e ka rrëfimin, se janë rrëfime dihet shqiptar të dhimbja e tyre dhe në çfarë rrethana kanë jetu, kështu që është një mundësi e mirë më shumti që më mendu që vajzat e reja edhe pse jo edhe të moshave të mëdha me pa rezistencën e grave në për periudha për ditët që po i besojnë sot. Sa ju ka ndihmuar profesioni gazetares për ta shkruar këtë libër? Gazetaria gjithmonë është ai, edhe ka shumë njerëz që prej gazetarisë pastaj kanë kaluar këtë botën e rrëfimit. Mendoj që roli kryesor është aty, kontaktet e mia kanë qenë vazhdueshme për 30 vjet me figura të ndryshme që i kam intervistu, po këto janë ato që kom vendosur për me i sjellë edhe në formatin e librit.